Ndodhemi në shpellën që njihet me emrin Shpella e Halles Halime. Kjo shpellë, në fakt, sipas banorëve dhe rrëfimeve të vjetërve me të cilët kam pas rast të bisedoj, mund t'i ketë më tepër se 100 vjet. Kjo nuk është një shpellë natyrale, por është një shpellë e bërë nga dora e njeriut. Por për këtë pak më vonë. Por pse e mori emrin dhe njihet në rrethinën e Nishorit dhe fshatra tjera për rreth si Shpella e Halles Halime? Ka një histori e cila përmblidhet me një ngjarje të vërtetë, por në të njëjtën kohë edhe saj janë krijuar edhe forma të ndryshme të interpretimit mistik apo legjendar. Shpella Halles Halime e ka marrë emrin në bazë të një gruaje me këtë emër, e cila së bashku me burrin e vet, Qazimin, e kishin vetëm një djalë. Por në vitin 1944, djalin e tij e marrin forcat partizane me vete në kuadrët e një mobilizimit dhe ai kishte një fat të dhimbshëm dhe të keq dhe kur dërgohet në Tivar, mbetet njëra prej atyre 9 viktimave të fshatit Nishor, edhe kjo ishte viktima pra e kësaj familje, i vetmi djalë e që e kishte emrin Beslim. Plaka, përkatësisht gruaja, e cila jetonte në një kasoll rreth kësaj shpelle këtu në mal, ajo e përjetoi rënd dhembjen për humbjen e djalit, madje edhe nuk donte ta besonte një gjatë të tillë dhe vazhdimisht në depresionin e madh që e kaploi pastaj, ajo do të bëhet edhe një formë rrëfimi pak a shumë mistik nga ana e banorëve të këtij fshati. Kur burri i saj i vdiq, që ai e kishte një mulli pak më poshtë, ajo mbeti e vetmuar këtu. Plaka Halime vazhdonte ta priste djalin e vet, madje filloi të ketë një dekoncentrim për sa i përket komunikimit me njerëz, siç tregojnë të vjetrit, e me të cilët, siç e thash, personalisht kam bisedu, thonë se kjo ka pas një çrregullim pastaj mental, i cili është manifestu në forma të ndryshme, por gjithmonë me shpresën se një ditë do t'i vijë djali i saj dhe aja do të përgatit, siç thonin, një darsëm të madhe kur ta martonte djalin. Por ja që faktet ishin krejtësisht tjera dhe aja nuk priti kurrë, sepse ai praktikisht ishte i vramë në mesin e mijëra viktimave shqiptare në masakrën e Tivarit.